Horoskopi ditor, e diel, 12 tetor 2025. Dashi. Shpirti juaj i zjarrt merr një shtys ndërsa hëna rreshtohet në harmoni me Marsin sot, duke i shtyrë përpara ambicjet tuaja. Shfrytëzoni këtë energji dinamike duke marrë përsipër sfida që kërkojnë aftësitë tuaja të lindura të leadershipit. Ka të ngjarë të gjendeni në situata që testojnë durimin tuaj. Por mos harroni, ruajtja e qetësisë do t'ju ndihmojë të dilni fitimtar. Ndikimi i Mërkurit mund të sjellë lajme ose mundësi të papritura që kërkojnë mendim të shpejtë. Prandaj qëndroni të hapur ndaj mundësive. Mos u nguroni të bëni më shumë në punë ose çështje personale. Do të shpërblehet. Sidoqoftë, jini të kujdesshëm me vendimet financiare. Investimi në marrëdhënie, si personale ashtu edhe profesionale, do të sjellë kthime të shpërblyera. Mbrëmja është perfekte për aktivitete shoqërore ose për të filluar një projekt të ri krijues. Mos harroni, me shikimin vigjilent të Jupiterit, optimizmi do të jetë aleati juaj më i madh. Përqafojeni këtë ditë me një mendësi pozitive dhe lejoni që sharmi juaj natyror t'ju udhëheqë drejt suksesit dhe përmbushjes në të gjitha përpjekjet tuaja. Demi. Kozmosi ju inkurajon të ruani një ekuilibër midis përgjegjësive të punës dhe gëzimit personal sot. Me Venusin, planetin tuaj sundues që i kushton rëndësi marrëdhënieve. Kjo është një ditë për të përqendruar në kultivimin e lidhjeve tuaja. Prisni një gest të ngrohtë nga një i dashur që do t'ju kujtojë lidhjet tuaja të thella. Profesionalisht, mund ta gjeni veten duke u marrë me detyra që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve. Këmbëngulja juaj do të shpërblehet. Mos u nguroni të kërkoni mbështetje ose këshilla nëse jeni të mbingarkuar. Pasi bashkëpunimi do të përmirësojë rezultatet. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të planifikuar shpenzimet e ardhshme, duke siguruar që stabiliteti juaj të vazhdojë. Ndërsa dita zhvillohet, gjeni kohë për të çlodhur dhe për të përfshirë në aktivitete që ju sjellin paqe. Qoftë një hobi i preferuar apo një kohë relaksuese me familjen, lëreni qetësinë të gjejë vendin e saj. Yjet sugjerojnë që ruajtja e harmonisë brenda mjedisit tuaj do të jetë e dobishme. Prandaj synoni paqen e brendshme dhe lëreni që qëndrueshmëria juaj natyrore të shkëlqejë. Binjakët. Përzierja e ndikimeve qiellore sot kërkon fleksibilitet dhe përshtatshmëri. Pikat tuaja të forta kryesore. Hëna nxit kuriozitetin, duke ju nxitur të kërkoni informacione të reja që mund të çojnë në përparime krijuese. Komunikimi rrjedh pa probleme, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për të shprehur idetë tuaja ose për të zgjidhur keqkuptimet. Në punë mund të hasni situata të papritura. Lundroni në to me zgjuarsinë dhe sharmin tuaj të lindur, zgjidhjet do të vinë. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të pjekura. Prandaj shfrytëzoni shanset për të lidhur me ata që ju kanë ngjallur interesin. Financiarisht është një ditë për kujdes. Shmangni shpenzimet impulsive dhe në vend të kësaj përqendrohuni në planifikimin afatgjat. Jeta dashurore mund të paraqesë mundësi për biseda të thella dhe tërheqëse me një partner ose një mik të ngushtë, duke forcuar lidhjen tuaj. Ndërsa planeti juaj sundues Mërkuri rreshtohet me Uranin, idetë inovative mund të lulëzojnë. Vlerësoni momentet e vetmisë aty ku frymëzimi ju gjen. Në përgjithësi, lejoni që spontaniteti t'ju udhëheqë, por qëndroni të bazuar për të përfituar sa më shumë nga energjia dinamike e sotme. Gaforria. Hëna rrit natyrën tuaj intuitive sot, duke hedhur dritë mbi çështjet personale që kërkojnë reflektim. Është një ditë për vetanalizë. Kërkoni ngushëllim në kuptimin e nevojave tuaja emocionale dhe atyre të të afërmve. Venusi që ndikon në sektorin tuaj shtëpiak ju nxit të përqendroheni në krijimin e harmonisë në shtëpi. Merrni në konsiderat riorganizimin e hapësirës suaj ose thjesht kalimin e kohës cilësore me familjen. Në frontin profesional, durimi është çelësi. Projektet mund të kërkojnë më shumë kohë dhe energji, por përkushtimi juaj do të fitojë respekt. Financiarisht, këshillohen vendime të kujdesshme, shmangni blerjet e mëdha ose angazhimet e reja. Bisedat me një partner ose mik mund të sjellin perspektiva të reja, duke rritur sigurinë emocionale. Ndërveprimet shoqërore mund të jenë të dobishme, duke ofruar mundësi të reja për rritje personale. Me ndikimin ndërimtar të Neptunit, kënaquni me ndjekje artistike ose teknika relaksimi si meditimi. Lejoni vetes hapësirën për të lidhur thellë me veten tuaj të brendshme, duke nxitur një ndjenjë paqeje dhe ekuilibri mes zbaticës dhe zbaticës së butë të ditës. Luani. Sot sjell një rritje të kreativitetit dhe vitalitetit. Fal shtrirjes së diellit me ndikimet energjike. Përdoreni këtë ditë për të pohuar praninë tuaj si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale.
Karizma juaj është veçanërisht magnetike tani. Prisni zhvillime që ju vënë në qendër të vëmendjes. Përqafoni role udhëheqëse ose mundësi për të folur në publik. Sa i përket karrierës, idetë tuaja inovative ka të ngjarë të priten mirë. Mendoni për gjëra të mëdha dhe synoni lart. Marrëdhëniet lulëzojnë në mbështrimin e dashur të Venusit, duke inkurajuar momente romance. Planifikoni një mbrëmje të veçantë me dikë të dashur ose shprehni ndjenjat tuaja me gjeste madhështore. Financiarisht, Kozmosi këshillon menaxhim të kujdesshëm të burimeve. Megjithse një shans për një projekt anësor mund të jetë fitimprurës. Emocionalisht, ruani ekuilibrin pavarësisht energjisë së lartë. Një projekt ose hobi krijues do të përfitojë nga kjo energji qiellore, duke ofruar përmbushje për te i pritjeve. Mos harroni, shpirti juaj i guximshëm dhe i ngrohtë është pasuria juaj më e madhe sot. Shkëlqeni fort dhe udhëheqni me besim dhe zemër. Virgjëresha. Ndërsa Mërkuri harmonizohet me forcat e tjera planetare sot, qartësia në komunikim do të jetë aleati juaj më i fortë. Zhytuni në detyra që kërkojnë punë të orientuar drejt detajeve. Mendja juaj analitike do t'i bëj përshtypje të tjerëve dhe do të çojë më tej ambicjet e karrierës. Bashkëpunimi është i theksuar. Prandaj mos hezitoni të ndani njohurit me shokët e ekipit ose të kërkoni këshilla nga mentorët. Financiarisht, është një kohë e mirë për të adresuar rregullimet e buxhetit. Stabiliteti është i arritshëm me një planifikim të kujdesshëm. Lidhjet emocionale lulëzojnë në ndikimin e Venusit, duke inkurajuar biseda më të thella me të dashurit që ushqejnë lidhjet. Njohuritë intuitive mund t'ju çojnë të mbështesni dikë në nevojë, duke vënë në dukje natyrën tuaj të dhemshur. Mbrëmja paraqet një mundësi për relaksim. Merrni në konsiderat aktivitete që sjellin qetësi ose frymëzojnë kreativitetin, si leximi ose përpjekjet artistike. Mbajtja e rutinave të mirëqenies mund të arrisë shumë vitalitetin tuaj sot. Përqendrohuni në harmonin brenda dhe përreth jush, duke e bërë ditën produktive, por edhe të përmbushur. Lëreni aftësinë tuaj për të gjetur rregull në kaos t'ju udhëheqë drejt suksesit sot. Peshorja. Me diellin që thekson sharmin dhe diplomacinë, energjitë e sotme favorizojnë angazhimet shoqërore dhe negociata. Është një kohë e shkëlqyer për të zgjidhur konfliktet ose për të nxitur bashkëpunimet. Aftësitë tuaja diplomatike janë në kulmin e tyre. Prisni që të hapen dyert të reja në arenat profesionale ku kreativiteti juaj mund të lulëzojë. Qëndroni të hapur ndaj ideve jo konvencionale. Marrëdhëniet marrin një shtys të butë nga Venusi, duke nxitur ngrohtësinë dhe mirëkuptimin në partneritete. Planifikoni një pushim ose shijoni një darkë intime për të thelluar lidhjet romantike. Financiarisht, një qasje e ekuilibruar është thelbësore. Shmangni blerjet impulsive dhe prioritizoni shpenzimet thelbësore. Njohurit nga miqt mund të ofrojnë perspektiva të reja mbi projektet ose aspiratat personale, duke ju frymëzuar të ndiqni rrugë krijuese. Mbrëmja bën thirrje për kujdesin ndaj vetes. Gjeni ngushëllim në aktivitete ose mjedise që qetësojnë shpirtin tuaj. Ndërsa Jupiteri mbështet shenjën tuaj, përqafoni mundësitë për rritje dhe transformim. Besoni në aftësinë tuaj për të harmonizuar perspektiva të ndryshme, duke quar në një ditë të plot dhe të përmbushur. Akrepi. Yjet rreshtohen për të rritur aftësitë tuaja intuitive sot, duke ju lejuar të zhyteni më thellë në misteret personale ose projektet komplekse. Marsi energjizon ambicien tuaj, duke inkurajuar një qasje proaktive në përballimin e detyrave të vonuara ose në fillimin e sipërmarrjeve të reja. Besojini ndjenjave tuaja të brendshme. Ato janë veçanërisht të mprehta tani. Marrëdhëniet përfitojnë nga ky intensitet. Lidheni thellë me të dashurit dhe adresoni çdo çështje të pazgjidhur. Financiarisht, është e kujdesshme të merrni në konsiderat investime strategjike ose plane kursimi. Bisedat mund të sjellin njohuri të papritura, duke hedhur dritë mbi aspiratat e ardhshme dhe duke ju inkurajuar të mendoni jashtë kufive konvencional. Në punë, zgjuarësia juaj mund të shndërrojë sfidat në arritje. Ndërsa dita përparon, mirëpritni momentet e vetmisë ku mund të ndodhin realizime të thella. Përqafoni transformimin, rritjen personale dhe fuqinë e meditimit të qetë. Angazhimi në meditim ose praktika të tjera introspektive mund të përmirësojnë ndjeshëm ndjenjën tuaj të vetes dhe drejtimit. Lëreni qëndrueshmërinë t'ju udhëheqë dhe të lulëzoni mes energjisë zbuluese të sotme. Shigjetari. Sot yjet favorizojnë shpirtin tuaj aventuresk, duke ju nxitur të eksploroni horizonte të reja qoftë përmes udhëtimit, të mësuarit apo kërkimit filozofik. Hëna amplifikon entuziazmin tuaj për jetën,
duke e bërë atë ditën e përsosur për lëvizje të guximshme ose për të çliruar nga rutina. Përpjekjet profesionale mund të përfitojnë nga kontributi kolektiv. Prandaj angazhohuni me ekipe dinamike dhe ndani ide vizionare. Kozmosi mbështet inovacionin tuaj. Financiarisht mundësitë mund të lindin papritur. Sigurohuni që t'i analizoni plotësisht opsionet para se të angazhoheni. Optimizmi juaj natyror në dashuri dhe miqësi shpërblehet. Pasi ka të ngjarë të krijoni lidhje më të forta. Krijoni përvoja të përbashkëta që zgjerojnë mirëkuptimin dhe përforcojnë lidhjet. Reflektimet e mbrëmjes mund të çojnë në realizimin e ëndrave që ja vlen të ndiqen. Prandaj gjeni kohë për biseda kuptimplote ose për të shënuar njohuri. Ndikimi bujar i Jupiterit sugjeron rastësi, duke ju udhëhequr drejt prosperitetit dhe zgjerimit personal. Përqafoni përzierjen e energjisë dhe kuriozitetit që ju përcakton sot, sepse ato përgatisin skenën për pasurimin e përvojave të jetës. Britsjapi. Shtrirja planetare e sotme ofron mundësinë për të përqendruar në strukturë dhe stabilitet. Ndërsa Saturni qeveris progresin, shfrytëzoni ndikimin e tij për të përmirësuar përgjegjësitë dhe për të rritur efikasitetin në punë. Disiplina dhe largpamësia juaj përmirësohen, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për të marrë me projekte që kërkojnë përkushtim dhe planifikim të kujdesshëm. Financiarisht është koha për të rishikuar buxhetet ose strategjitë e investimit për të siguruar siguri afatgjatë. Maturia juaj do t'ju shpërblej. Në marrëdhënie, Venusi inkurajon balancimin e punës me kohën cilësore me të dashurit. Bisedat kuptimplote forcojnë lidhjet. Mbrëmja tërheq anën tuaj të menduar mirë. Angazhohuni në aktivitete introspektive që përputhen me objektivat e rritjes personale. Ringjallja e miqësive ose lidhjeve familjare mund të sjellë ngrohtësi dhe gëzim të papritur. Ndërsa frymëzimi rrjedh, daljet krijuese mund të zbulojnë talente ose pasione të fshehura. Përqafoni momentet e vetmisë ku del qartësia, duke ofruar udhëzime për përpjekjet e ardhshme. Lejoni që energjitë e sotme të ndërtojnë themele që forcojnë ambicjet tuaja, duke shtruar rrugën për sukseset e ardhshme. Ujori. Sot kozmosi sjell inovacion dhe potencial bashkëpunues. Ndikimi i hënës ju inkurajon të shfrytëzoni idetë tuaja unike, veçanërisht në mjedis e grupi ku mund të ndodhë magjia kolektive. Perspektiva juaj kontribuon shumë në projekte që kërkojnë zgjidhje krijuese. Prandaj shprehni mendimet tuaja me besim. Marrëdhëniet të pasuruara nga prekja e Venusit ju ftojnë të komunikoni hapur, duke kapërcyer çdo boshllëk dhe duke forcuar lidhjet. Financiarisht shqyrtoni mundësitë për investime që përputhen me qëllimet e ardhshme. Lidhjet e reja mund të të ftojnë. Afrojuni atyre me kuriozitet pasi ato mund të çojnë në sipërmarrje emocionuese. Ndërveprimet shoqërore nxjerrin në paditën, me spontanitetin që sjell buzëqeshje dhe gëzime të papritura. Ndërkohë gjeni kohë për kauza afër zemrës suaj. Energjia dhe leadershipi juaj mund të frymëzojnë ndryshime pozitive. Relaksimi vjen natyrshëm kur zhyteni në të menduarit në mënyrë të gjerë, duke mirëpritur perspektiva të reja. Lëreni mjedisin dinamik të sotëm të stimulojë rritjen. Vizioni dhe idealet tuaja shkëlqejnë, duke përgatitur skenën për zhvillime me ndikim përpara. Peshqit. Sot ju fton të zhyteni në ëndrat dhe ndjekjet tuaja artistike, ndërsa Neptuni rrit aftësitë tuaja krijuese. Përqafoni projekte që lejojnë imagjinatën tuaj të udhëheqë. Ato mund të çojnë në zbulime të jashtëzakonshme ose shprehje të vetvetes. Në punë, intuita ndihmon në zgjidhjen e problemeve dhe forcon bashkëpunimet. Besoni atij zëri të brendshëm. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në vëmendjen ushqyese. Bisedat e buta zbulojnë aspirata të përbashkëta dhe forcojnë lidhje. Financiarisht, është e mençur të përqendroheni në kursimin dhe shpenzimet e kujdesshme. Pasi modelet kozmike të sotme këshillojnë kujdes ndaj rrezikut. Emocionet janë të thella, duke e bërë thelbësore balancimin e anëve tuaja shpirtërore dhe praktike. Provoni praktikat meditative që ju mbështesin. Mbrëmja është perfekte për meditim. Prandaj kushtojini kohë planifikimit të së ardhmes ose kërkimit të qetësisë në përqafimin e natyrës. Lidhuni me miq që frymëzojnë ose kuptojnë anën tuaj vizionare. Dorëzohuni ndaj rrjedhës së energjive të buta të sotme dhe lejoni që natyra juaj empatike të shkëlqejë shkëlqyeshëm, duke ndriçuar shtigjet për rritje dhe përmbushje. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.